Këtë temë ka folur edhe analisti politik Nejat Bexheti. Ai thotë se mënyra se si manifestohet rikthimi i presidentit Trump flet vetë statusin një politikani interpersonal. Pra, një model determinues i komunikimit me botën tjetër. Së këndemi shtrohet nevoja për të zhvilluar aftësitë e dhënies së mesazheve në mënyrë të kënaqshme, duke i zbutur dhe neutralizuar keqkuptimet dhe konfliktet të cilat i gjeti si konflikte të acaruara dhe të armatosura. Është i gabueshëm konstatimi se elokuenca verbale paraqet kushtin primal për një komunikim optimal me të tjerët. Presidenti Trump nuk është fillestar në politik. Ai qysh në mandatin e kaluar referonte ideologji antiluftarake, por nuk arriti që të implementoj me ngadhnimin e mandatit të dytë presidencial. Menjëherë i shfaqi publikisht aspiratat për një rend të ri global, edhe atë akoma pa e marrë mandatin si president, thekson Bexheti. Ai thotë se siç vërihet se presidenti Trump ka vizione për ndryshimin e rendit global, sepse filloi të ashtri politikën jashtë territorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Aspiratat fillestare mundemi t'i kuptojmë si keq trajtim, nga se kërkoi që disa shtete të bashkohen Shteteve të Bashkuara jo me forcë, por me vetë dëshirë, edhe ka të drejtë sepse janë shtete me etni të njëjtë dhe flasin të njëjtin gjuhë. Ndoshta ky ka qenë imperativi presidentit Trump, po ashtu edhe disa shtete u atërhoqi vëmendjen që të përmbahen nga politikat acaruese në vendet fqinje, thot ai. Gjithashtu, Bexheti thotë se sa i përket politikës së presidentit Trump ndaj Kosovës, mundemi të kënaqemi sepse në takimin e parë me kongresistët e vet, ajo tyje ka potencuar Kosovën si interes fillestar, se do të kujdeset dhe njëkohësisht e ka lavdëruar politikën antikorruptive të premierit Kurti të ngjashme me programin e politikës së vet, sepse edhe ai e ka programin e politikës antikorruptive. Nuk duhet shumë të kërkojmë fakte binduese se a ka interes për ndryshimin e Kosovës, pasi që ndihma financiare në vlerën më të madhe se vendet e tjera do ja ndaj Kosovës dhe ndihmat e tjera në ndërtimin e fabrikave për municione dhe armë do ta ndryshojnë ekonominë nacionale të Kosovës. Kryesori është se Kosova është agent me prioritet në politikën globale të presidentit Trump, po ashtu së shpejti do të dëgjojmë se territori i Kosovës do të garantohet nga SHBAT. Fakt tjetër është se dislokimi i bazave ushtarake në Europë do të zhvendosen pikërisht në Kosovë dhe Shqipëri. Pra ndryshimi kryesor i Kosovës do të jetë në sferën ushtarake dhe prodhimtaria e armëve si industri ekonomike. Kjo do të zhvillojë indirekt edhe degët e tjera të ekonomisë kosovare. Nuk kaluan shumë kohë që këto të mira për Kosovën do të publikohen nga administrata e presidentit Trump, thekson Bexheti për Bota Sot.